Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahu xhalla xhelaluhu qoftë mbi ju. Allahu xhalla xhelaluhu na ka krijuar, na ka sjellë në këtë botë. Dikush sprovohet me skamje, dikush sprovohet me uri, dikush privohet nga diçka që le të themi për masën mund të duket sikur është e mirëqenë. Na transmetohet që një njeri i verbër shëtiste nëpër rrugët e qytetit me një kandil në dorë. Dhe kur e pyesin, madje edhe në mënyrë ironike dhe tallëse ndaj tij, që ti je i verbër, çfarë të duhet kandili në errësirën e natës, ai thotë që në fakt kandilin e mbaj për ata që janë verbuar zemrat, sepse shikimi nuk është asgjë në këtë botë. Sot kemi të ftuar në podcastin Porta e Mëshirës studentin Andon Çepe, i cili në fakt është i privuar me mungesën e shikimit, por i cili do të përcjell për ne një përvojë personale, do të ndaj me ne një eksperiencë personale dhe plot mesazhe motivuese se si njeriu ka mundësinë që të ecë përpara, ka mundësinë që t'ia dalë në sfidat apo në errësirat e jetës. Andon, mirë se vjen dhe faleminderit për kohën. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Atëherë Andon, më njëherë do doja ta nisja pak të na flisje pak për eksperiencën tënde personale. Ti ke një sprov, ndoshta ke një vështirësi ndryshe nga të tjerët, por e parë në këndvështrimin tënd, në perspektivën tënde, si është kjo gjë? Pra sa e vështirë është që të jetosh, le të themi, me aftësi ndryshe ose me një mungesë të rëndësishme siç është shikimi, dhe sa e mundur është që ti të përballesh me vështirësitë, me sfidat e jetës dhe aktualisht të ke arritur dhe në nivelin e studentit në universitet, pra ke kaluar disa stade shumë të rëndësishme. Si fillim dëshiroj t'ju falenderoj profesor për ftesën, si dhe për mundësinë që të zhvillojmë këtë program të bukur së bashku. Padyshim që ka vështirësitë e veta, pasi po të krahasojmë për shembull jetën e një studenti të verbër me jetën e një studenti jo të verbër, natyrisht duhet më shumë organizim, qoftë në detajet më të vogla. Por fal Zotit dhe teknologjia ka ecur shumë dhe gjërat janë shumë më të thjeshta se ç'mund të kenë qenë për shembull vite më parë për persona të tjerë. Dhe është bërë shumë më e thjeshtë që nëse do të punosh pa siklet. Andon, një nga sfidat që besoj që e has vazhdimisht është edhe literatura, pasi do të duhet që të kesh literaturë në alfabetin bril, pra që janë të printuara posaçërisht për personat e verbër. Si ka qenë jeta jote, pra që nga klasa fillore deri aktualisht ku ne ndodhemi, si punon? Gjatë nëntëvjeçares ishin librat në shkrimin brajl të premtuar, komplet domethënë literatura të gjitha lëndët. Pastaj nga gjimnazi e në vim nuk ka më, domethënë nuk ekziston literaturë në asnjë lloj fushë në brajl. Gjë që e bën pak të vështirë për të qenë në një hap me pjesën tjetër të grupit. Por natyrisht kjo kompensohet duke u fokusuar më shumë tek teknologjia që përmendëm më lart, duke përdorur më shumë laptopin ku kam audio recordet, ku kam libra të ndryshëm, dhe natyrisht memorizimin. Pastaj për sa i përket anës vështirësisë, më thënë mund të kem qenë pak me fat se kam pas goxha suport, qoftë nga universiteti tani, po dhe nga pjesa tjetër e klasës, domethënë edhe nuk e kam ndier shumë si vështirësi, kam mundur të ecë, domethënë. Andon, unë që të ndjek edhe në rrjetet sociale, shoh që je shumë aktiv në rrjetet sociale. Poston foto, vendos edhe etiketime, vendos edhe mbishkrime për fotot që ke, domethënë mban shënime edhe në leksione që le të themi që ndjek, qoftë kjo edhe me laptop që për një pjesë të mirë të studentëve është e vështirë, sidomos ajo le të themi shkrimi në laptop dhe shkrimi i shpejt në laptop është i vështirë. Sa e vështirë ka qenë për ty dhe sa e lehtë le të themi në të njëjtën kohë? Pra çfarë sfidash ke kaluar ti në këtë rrugë? Natyrisht në fillim ka qenë e vështirë, se për shembull në 2010 nuk njihej kjo teknologji që njihet sot. Dhe më vonë u dash kur fillova të punoj me telefona ose me kompjutere që kanë program, që kanë voiceover. Në fillim punoja ngadalë, me shpejtësi të limituar, qoftë në audio scripting, qoftë në shkrim. Ndërsa tani shpejtësinë kam rritur sa më shumë që është e mundur dhe elhamdulillah shkruaj goxha shpejt, gjë që ma lehtëson shumë dhe për studimet që të ndjek domethënë leksionin, por edhe nuk është më aq e lodhshme sa duket në fillim. Për pjesën e menaxhimit pastaj të rrjeteve sociale, telefoni ka voiceover, e ka çdo telefon.
Androidet e kanë Talkback. Edhe ai flet çdo gjë që ti mund ta shikosh në ekran. Dhe me anë të asaj orientohesh, për shembull zgjedh foton e duhur, ta zëm 12 mars 2026 ose. Për shkrimin unë kam mësuar tastierën, është njësoj si tastiera e kompjuterit. Po ta mendosh. Dhe natyrisht po bëre gabime ajo fshin. E kuptoj. Andon, në fakt unë kam një pyetje që është pak sa teknike, ndoshta edhe për masën e gjerë që ne edhe alfabetin Braille ne nuk e njohim aq sa duhet, domethënë, si funksionon? Pra nga sa është i përbër, le të themi, dhe sa i lehtë është pra për ta përdorur, për ta mësuar, për ta shkruar dhe mbi gjitha, le të themi, për ta përdorur atë në përditshmëri. Alfabeti Braille si fillimisht i përbër nga një sistem 6 pikësh dhe në bazë të atyre 6 pikave ndryshon në bazë kombinimit që ti bën me pika, ndryshon shkronja. Për shembull, aja ka vetëm një pikë, B ka 2 pika. Pastaj ndryshon, çdo shkronjë domethënë ka kombinimin e vet në këto 6 pika. Për shembull, kur ne shkruajmë në Braille, përdorim janë 2 metoda aktive. Metoda e parë është me një makinë shkrimi, që është pak a shumë si punë e një kompjuteri, le të themi. Edhe në bazë kombinimit që bën me lëvizjet e gishtave, ndodh edhe shkronja përkatëse. Po ashtu metoda tjetër është me pllak shkrimi Braille, që është pak më e vështirë, le të themi dhe më ngadalt. Atëherë, Andon, unë në fakt do të tërheq pak vëmendjen në një, le të themi, në një situatë tjetër. Ne jemi në muajin e Ramazanit. Si e përjeton, le të themi, me gjithë dinamikën që ka muaji i Ramazanit, dhe unë di dhe atë që ti vazhdimisht, domethënë, frekuenton xhamin, je aktiv me leximin dhe këndimin e ezanit. Pra nuk je njeri që je pasiv, je njeri që je gjithmonë në vit të parë, domethënë, për të marrë iniciativa të reja. Si e përjeton gjithë atmosferën e Ramazanit dhe a mendon që, le të themi, privimi nga shikimit ka ndihmuar që ti të përjetosh më shumë ato ëmbëlsitë shpirtërore që sjell besimi? Muajin e Ramazanit përpiqem ta përjetoj që kur hyn sa më shumë që të mundem, pasi është një ofertë që na vjen vetëm një herë në vit dhe ne nuk e dim a do të na vi prapë në vitin tjetër. Si fillim unë dëgjoja nga njerëz të rrethit kur isha më i vogël, natyrisht që thonë agjeroj ose siç përdoret rëndom ndonjëherë mbaj Ramazan. Edhe më bënte përshtypje ideja që si ka mundësi që këta njerëz rrinë domethënë pa ushqyer, pa pirë. Por ama lezetin dhe shijen e provova vetëm kur fillova ta agjeroj vet rregullisht. Dhe realisht është një gjë që nuk të bën fare përshtypje, pjesa teknike. Pastaj Ramazani lidhet edhe pak me çështjen time si student në shkencat islame, pasi në një periudhë të tillë, pak a shumë në një periudhë Ramazani, unë vendosa që të vazhdoja studimin. Dhe është goxha interesante, domethënë. Padyshim që ndjeshmëria që na vjen në muajin e Ramazanit është unike. Pasi shoqërohet dhe me gëzim shumë të madh, po dhe me një trishtim të vogël kur largohet. Dhe siç po shikojmë koha iku shpejt dhe ai fundi po vjen domethënë. Po për sa i përket pjesës së privimit që shikimi mund t'i japi ose të pjesës për të thelluar më shumë në kuptimin shpirtëror, kjo është nga ana teknike është e vërtetë. Për shembull, nëse ne të dy shkojmë për umra, ti do japësh fokus edhe tek pjesa e vizuale. Shumë do shikosh xhamin e profetit, do shikosh Qaben, do shikosh gjërat përreth. Ndërsa unë jap fokus vetëm te ana shpirtërore. Domethënë të shijoj sa më shumë të përmend Allahun e të tjerë domethënë. Shumë e drejtë. Andon, natyra njerëzore është krijuar aty që kur goditet nga vështirësitë, nga sprovat, shpesh bien pesimizëm. Por se tek ti unë edhe ata që të njohin kanë parë një optimizëm, le të themi, të jashtëzakonshëm. Çfarë ndikimi ka pas besimi tek Allahu xhaleshanuhu për të përballuar këto sprova të jetës? Besimi ka pasur ndikim thelbësor për të përballuar sprovat e vështirësitë. Ndoshta para thellimit besim shumë gjëra mund t'i shifja ndryshe ose si thon mund të stresohesh më lehtë për shumë gjëra. Ndërsa besimi ka bërë të mundur që leq të marrë me sportivitet po ti jep mundësinë që të kuptosh më tepër që çdo gjë është saktim dhe ne me saktimin pajtohemi. Dhe pastaj është e ditur që pas vështirësisë vjen lehtësimi, kështu që ka ndikuar shumë tek unë pozitivisht. Çfarë të motivon, Andon, pra që të mos heqësh dorë, pra të mbarosh arsimin e detyruar, të mbarosh arsimin e lartë,
të merresh me biznes, të merresh me le të themi me rrethin shoqëror që ke, pra të mos ndalosh, të mos ndalosh si qenë aktiv. Pra çfarë motivon më shumë në jetë? Për shembull, pjesa e arsimit që jam duke ndjekur tani, më motivon shumë dëshira për të mësuar më tepër, për të thelluar më shumë në dije, për të njohur më tepër Allahun e madhruar, për të ecur më përpara dhe për të qenë më i dobishëm. Po ashtu, një faktor tjetër shumë motivues është besimi që njerëzit që i kam pranë për shembull tregojnë ndaj meje. Por më e madhja është pjesa e shpërblimit që Allahu jep për ata që përpiqen dhe shpresoj të jem prej tyre. Amin. Çfarë thon njerëzit zakonisht, pra kur shohin që le të themi, pra ti ke një vullnet të hekur, pra për të çuar gjërat përpara. Dhe përgjithsisht njerëzit edhe ndoshta edhe paragjykojnë, le të themi, për shkak të qenërit i verbër. Çfarë të thonë dhe ato demotivon do pak, pra kjo, le të themi, kjo sjellja e njerëzve rreth rrotull? Jo, nuk më demotivon as pak, se njerëzit nuk është se janë shumë të njohur me një situatë të tilla, aq më shumë në vendin tonë. Për shembull, kur transferova nga Liceu i Tiranës, kam qenë në gjimnaz, në Liceun e Gjirokastrës, më pandodhi një skenë interesante dhe pak gazmore, le të themi, atë kuptim figurativ. Ishim duke shkruar në një lëndë saktuar, pa të ditë rastësisht që unë kisha harruar kufjet në shtëpi. Edhe po shkruaja në laptop, po kisha bërë thjesht mute voice-over, që të mos shqetësoja pjesën tjetër të grupit. Tani profesori po shpjegonte mësimin, po njëkohësisht ishte pak konfuz dhe vinte her pas here drejt meje. Dhe më thot një moment të rishu pak mbrapa, domethënë apo tallesh, si ka mundësi. Nuk e besonte. Jo. Dhe kur jam tërhequr që ka parë ekranin, po thoshte që si ka mundësi se unë po shkruaja vërtet shpejt dhe ai po mendonte se thjesht po lëvizja kohë. Interesante. Pra kjo është ajo pjesa që ndoshta masa edhe nuk e kuptojnë, domethënë që ndoshta Allahu xhaleshanuhu pra të privon nga një gjë, por të jep mundësinë që të le të themi të avancosh në diçka tjetër. Çfarë raporti ke me memorizimin? Pra sa të fortë ke memorizimin, qoftë kjo të ajeteve kuranore, por edhe të le të themi të përditshmërisë të gjërave që ndodhin rreth rrotullt teje? Alhamdulillah, memorizimin e kam goxha të mirë, fal Zotit. E përdor shumë qoftë për të memorizuar ajete të reja, pasi një nga qëllimet që kam në vim është që ta përfundoj memorizimin e Kuranit. Por qoftë edhe në procesin mësimor, e përdor shumë memorizimin për shkak se duke qenë që unë librat i kam gjitha në PDF, dhe në formate të tjera elektronike, duhet që pikat thelbësore ti memorizoj. E kuptoj. Dhe çfarë mesazhi do t'i jepje të rinjve sot, qofshin ta studenta, por edhe rinia në tërësi, pra qoftë në aspektin shpirtëror, por edhe në atë le të themi të arritjes apo të perfeksionit në jetën e tyre profesionale? Mesazhi do të jepja ishte që si fillim, pavarësisht çdo situate që mund të dali, mos u dorëzo asnjëherë, mos ndalo. Pasi çdo gjë që mund të na vi, sado e pakëndshme që mund të duket, është për Allahu dhe e di më së miri atë që është e mirë për ne. Një gjë që ne mund të na duket e keqe, le të themi në atë kuptimin figurativ, ajo mund të ketë qindra mirësi që ne nuk i dim. Po ashtu, duke u përpjekur vazhdimisht në atë që e kemi pasion, do të vi një ditë që do e arrijmë aty ku duam. Se nëse ne dorëzohemi dhe tërhiqemi, automatikisht nuk ndjekim shembullin e profetit Muhammed alayhis salam. Profeti nëse do dorëzohej kur e sfidonin Mekasit, Meka nuk do ishte çliruar asnjëherë. Drejt. Mbaj mendoj që duhet gjithmonë këmbgulja, besim në vetvete dhe besim tek Allahu i madhruar. Ndon një diçka të fundit, cilat janë planet tua pas universitetit? Pra si e mendon veten tënde, pra karrierën tënde pasi të mbarosh universitetin? Planet e mia, si fillim, un kam nisur që përmendëm më lart, po tentoj të memorizoj Kur'anin famlar. Për pjesën e universitetit, një ndër planet është që të vazhdoj master, ndoshta më vonë doktoratur, Allah e di më së miri. Dhe shpresoj që të jem sa më i dobishëm në këtë fushë, qoftë një nga xhamit e vendit, edhe inshallah Allahu na mundson. Allahu na mundsoft, Allahu ta shpërbleft le të themi për kohën edhe për ndarjen e eksperiencës tënde personale me ne dhe me dëgjuesit tanë në këtë podcast që ne kemi, dhe lut Allahun xhaleshanuhu që të ta lehtësoj rrugën përpara dhe të bëj dobishëm ty dhe të gjithë ne pra në rrugën e tij, në fenë e tij, dhe faleminderit për kohën. Faleminderit juve.
Të nderuar dëgjues dhe shikues, kështu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun xhelle xhelaluhu që ta pranoj adhurimet edhe agjërimin e kësaj dite dhe elus Allahun azza wa xhel që të na bëjë nga ata njerëz që pavarësisht që bijem në sprova dhe në vështirësi, të dalim prej tyre me sukses dhe me pastërti. Miru takofshim në emisionet e radhës.